Këtë të premte shënohen të 40-tat e Merobazes dhe Erion Veliajt. 40 ditë që shqiptarët përballen me mashtrimet publike të Erion Veliajt dhe mbetjes së tij mediatike Merobaze. Teksa kanë kaluar 40 ditë, Veliaj dhe Merobaze vijojnë 2 mashtrimet e tyre. Ende nuk kanë publikuar as kërkesën e prokurorit Olz Dado për shtesë për leje dhe as refuzimin nga Erion Veliaj. Pretendimi i Erion Veliajt në pikën 135, Veliaj thotë se prokurori Olz Dado ka marrë një leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës dhe pastaj ka kërkuar një shtesë mbi atë me leje dhe kjo i është refuzuar, ndërsa në pikën 136 të dokumentit pa vull dhe pa firmë, Erion Veliaj e trajton këtë si një çështje hakmarrje nga ana e prokurorit Olz Dado, sepse sipas tij nuk i është dhënë leja e ndërtimit për shtesën pasi ka bërë një kërkesë. Përse nuk e nxjerr Veliaj dokumentin me firmën e Olz Dados dhe refuzimin me firmën e tij? Pretendimi Merobazes. Merobaze thotë se sipas tij hetimi ndaj Veliajt është i kërkuar me ngulm nga një prokuror i cili muaj më parë ka pasur konflikt personal me të, lidhur me kërkesat e tij për një leje ndërtimi jashtë kritereve ligjore që kishte bashkia. Pse nuk e vërteton Merobaze? Pse nuk e publikon dokumentin me firmën e Olz Dados dhe refuzimin me firmë të Erion Veliajt? Pse nuk e nxjerr? Këtë të premte në të 40-tat, Erion Veliaj dhe Merobaze vijojnë mashtrimin e tyre publik thjesht dhe vetëm për të sulmuar drejtësinë për faktin se ka çuar prapa hekurave një kryebashkiak të arrestuar për disa vepra të rënda penale dhe me 13 akuza, i cili sot ndodhet në qelitë e burgut të Durrësit dhe dirigjon Merobazen mbetjen e tij mediatike.